unë prapë po them që ndojt njëjtin mendim me kolegun Aimin, është doshur ndoshta merret caktohet dota për mbrojtjen e zgjedhjeve lokale për ditë rëndësinë që kanë këto zgjedhje, sepse edhe kërkojnë një dinamik pak më të madhe të punës për shkak të numrit më të madh të kandidatëve edhe për kuvendet komunale, por në njëjtën kohë edhe numrit të madh të komunave që kemi. Aktualisht mendoj që nuk mund të them se takimi I thirrur nesër nga presidentja është I vonuar, mirë po ka mundur të organizohet edhe pak më herët që të krijohet pak më shumë hapësirë partive politike. Po ndoshta nuk ka qenë në interes shumë të madh subjekteve politike, sepse aktualisht fokusi ka qenë te zgjidhja e ngërçit politik dhe takimeve që presidentja I ka thuar më herët për të provuar zgjidhje këtij ngërçi politik në cilën po kalon vendi ynë. Ndërsa ose I përket asaj se komplekse mund të jenë organizimi I zgjedhjeve lokale por Komisioni Qendror Zgjedhor, unë mendoj edhe konsideroj që KQZ ka përvoja të mjaftueshme dhe ka burime të mjaftueshme për ta menaxhuar në tërësi procesin natyrisht, nëse veç ka parapor risi në pjesën e numërimit apo të këto procese tjera, po gjë që nuk besoj se do të ketë ndryshim për dallim për vitit 2021, mendoj që do të shkoj me të njëjtin format dhe kësaj mendoj që procesi ndoshta është më lehtë I menaxhueshëm për shkak që KKZ po besoj Komisionet Komunale Zgjedhore do të jenë më aktive te pjesa e organizimit edhe menaxhimit edhe të këtij cikli të ri zgjedhor në të cilën në vijeshtë pritet të hyjë Kosova. Jakaj, ka sigurisht proces zgjedhor që ka dhe balotazh, pra dhe kjo e rrit sigurisht koston e këtyre zgjedhjeve lokale. Mirë, po a ka kushtin ndaj buxhet Komisioni Qendror të Zgjedhjeve tani për të organizuar zgjedhjet? Po, ka kushtin ndaj, sepse buxheti është I planifikuar dhe Komisioni Qendror Zgjedhor I planifikon, është data e zgjedhjeve lokale, dihet kur është, në kuptimin data, koha kur maksimale, kur nuk duhet ta tekalon atë muaj, sikur se ta zëm nëntori këtij viti duhet, edhe nuk ka ndonjë problem në raport me financat. Komisioni Qendror Zgjedhor I ka mjetet që duhet me I disponu edhe me shku ma përtej për me I përcaktu edhe shpenzimet edhe krejt ato çështje që kanë mi dalë në rrugë, çështjet logjistike, teknike, informative, nuk do të ketë ndonjë problem të madh sa I përket këtij aspekti. Problem ndoshta më I madh do të jetë që në aspektin politik që deputetët e Kuvendit të Kosovës po besoj një pjesë e tyre do të jenë kandidat për kryetar të komunave dhe ata nuk do të di se si do të sillen para qytetarëve ose si do ta kërkojnë një vot besimin nga qytetarët në mënyrë që ata ta marrin drejtimin e kryetarit të komunës kur vetë nuk kanë mërrime e konstituar Kuvendin.